Për fat mirë vullnet, sot kemi çdo gjë në YouTube, në rrjetet sociale, edhe ballafaqime që ka pas zoti Limaj si për autostradë, si për aeroport, kontrata e jashtëzakonshme që tashti Ministri i Financave vitin e kaluar publikon se sa kanë qenë të hyrat nga aeroporti. Është për mua që një djalë i ri që jam fut në politikë, është moment krenarie të jem në rrugën e zotit Limaj, sepse... Qyre Gonxhe, po, vullnet. Për më lidh pak të deklarata për nismën si përcaktues të kryeministrit. Në çet konstelacion të numrave, nisma është për dy arsye që është përcaktuese. Për shkak se cili do ta bësh ta krijon që arrini marrëveshje, nuk kanë mujt me shku pa votat e nismës. Por gjithashtu edhe faktit që Limaj e ka rujt një farë, nëse shet deklaratat këta opozitarët e tjerë, dhe Haradinaj, Abdigjiku, Krasniqi deri tashte, e kanë përdorur një gjuhë tepër të njëjtë, sikurse kanë qenë akuzat ndaj tyre. Por në të vetmin Limaj nuk e kanë pa që ka përdorur një gjuhë të tillë, gjë që ja mundson atina me qenë i relaksuar edhe me shku me fol me kampin tjetër edhe me kampin e partive të në opozit. Por do t'jetë më kërkues me asa po dëgjojmë nga Maxhuni, me qenë se ndoshta të mund të jetë kryeministër, mund të kërkoj dhe pozitën e kryeministrit, me qenë se deri më tani nuk ka qenë kërkues, nuk ka dashur të përfshihet në qeverisje. Nuk ma mërë që pas fjallën për çdo zgjedhje, pas fjallën në kuptimin nëse ka një sukses tjetër të tjere, se me 3 deputet nuk besoj që aspet Limaj kështë pranu me upo. Zgjedhjet e arshme. Zoti Limaj ka thënë që edhe më madhon tash kryeministri me 3 deputet. Flasim për zgjedhjet e arshme. Sa e kuptova unë edhe nga vetë Albeti. Ju po folni për ata që është deklaruar në 8 muajt e fundit ose 10 muajt e fundit për konsekvenitetin e zotit Limaj, por unë ju them edhe ju dhe gjithë ata që sot po na ndjesni, nuk mund të gjeni një deklaratë të zotin Limaj, nga vitin 99-98, deri më sot, ku bie ndesh me deklaratën e tillë. Asnjëherë, pa qenë i bindur dhe pa besuar në të mirën e vendit, Fatmir Limaj nuk është deklaruar, nuk është prononcuar. Dhe asnjëherë nuk ka pas gjuhë të urrëties apo të përçarjes. Mirë, po flasim për një parti tjetër, për të paktën e dim që një autostradë shumë të rëndësishme atë të Shkupit, apo që na drejton drejt Maqedonisë Veriut, ka punuar në të, Partia Demokratike e projektuar nga edhe në autostradën Ibrahim Rugova. Argjen, po sigurisht, po këtë të paktën ata ti këto fjalë. Ti alojmë. Ka qenë projektuar edhe Arber Xhaferi dhe Kole Limaj, kështu që mirë, flasim pak se kanë zgjedhje. Absolutisht. Kjo është shumë e rëndësishme që na janë lehtësuar edhe udhëtimet tona qoftë. Kur vetë vendosja thej autostrada nuk do të më ndërtu me asen, shumë njerëz e kanë mbështet, por tash besoj i kanë rënë pishman se e kanë kuptuar që vetëm infrastruktura e zhvillon vendin, edhe PDK-ja besoj ka pas të qartë që vetëm me infrastrukturë të rregulluar ndërtohet dhe zhvillohet vendi. Mirë, PDK sot mban pas dite konventën e radhës pas dorëheqjes membrit Krasniqit nga posti i kryetarit të kësaj partie. Fillimisht ka shpall kandidaturën Bedri Hamza, shohim dhe dëshirën e Enver Hoxhait për të qenë po ashtu në këtë garë apo dhe kryetar i kësaj partie. Çfarë pritet të ndodhë? Në 2 ditë para se më dhonë dorëheqje membri Krasniqi, unë çat pjesën që ne kam qenë ulur edhe ke pyet a do të jap dorëheqje, unë kam thonë që nuk do duhet jep të dorëheqje membri Krasniqi nga pozita e kryetarit partisë, sepse nuk besoj që është situatë e mirë për PDK-n me dhënë dorëheqje kryetarit partisë, për çka edhe mendoj që ka gabu. Po tash me qenë se ka dhënë dorëheqje dhe jemi para aktit të krym, zoti Krasniqi ka treguar një leadership që merr përgjegjësinë si personalitet për rezultatin e zgjedhjeve, ndonse rezultati i zgjedhjeve nuk ka qenë i dobët për Partinë Demokratike. Por prapë zoti Krasniqi ka dhënë dorëheqje dhe ka marrë këtë përgjegjësi duke i hapur rrugë njerëzve të tjerë. Në këtë rast, siç po shihet, i ka hapur rrugë zoti Bedri Hamza për të bërë kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, por tash është edhe e ka nxjerrë garën në një farë forme edhe zoti Enver Hoxha, i cili ka kërkuar që të shtyhet konventa e PDK-s në mënyrë që të organizohet edhe ai, sepse edhe ai dëshiron që të jetë kandidat për kryetar. Madje po edhe në një deklaratë ku tha zoti Enver Hoxha që është ja kalon amanet Kadri Veseli me qenë kryetari i partisë. Edhe tash normalisht që unë po besoj që nuk ka ndaj farë, besoj spaku që ka ndaj dallim se kush do të jetë kryetari i Partisë Demokratike
mes Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit. Besoj që ata dy kanë dallime, sepse nëse zoti Veselja ka lënë amanet, i ka thonë e kime u bo kryetari Enver Hoxhajt, atëherë kush i ka thonë Vedri Hamzës që keme u bo kryetari i PDK-s. Normalisht e kam përshtirë pak si të hadhen, po sido që tjetë besoj që unë personalisht besoj që zoti Vedri Hamza do tjetë edhe kryetari i PDK-s nga dita e sotme, dhe Enver Hoxhaj nuk do ta paraqes kandidaturën heq para strukturave të partisë. Po. Vullnet, çka do të ndodhë sot me PDK-n në këtë konvent? Çfarë besoj? Konventa e PDK-s i ka 3 ora fat derisa të fillon Big Brother edhe harrohet. Po thu që dhe në ora 9 harrohet, a? Mu kryma, qatë që ka, nuk e di bilet ta ora kanë lanë. Nëse ka lënë... Pre orës 4 e kanë, pre orës 4. 16. Se ka rëzik që kësë të kishë marrë vesh kërkosh. Që e kërët gjithët. Unë nuk e shok të si konvent, unë e shok të krejtë si plan të përgatitun, dërheqja Memlit, ardhja Vedri Hamzës. Kërkesat e Enver Hoxhajt? Po dhe, për thonë, unë Enver Hoxhaj është një farë simptome e një diçka tjetër që përndodhë mrena PDK-s. Edhe Enver Hoxhaj po gudzon pak a shumë me, këtëm thonë, popull me shkapurit të folë, po jo me shumë me veprime. Nuk kryhet reforma në parti mrena 4-5 ditë të e qitë konventën, ose të e mojtë konventën e të e zhjetë kryetarin e ri. A mund të shuajmë këtë si konvent jashtëzakonshme, qysh edhe një ditë në prononcim Vlora Shtaku a ju drejtua dhe gazetarëve, qytetarëve? Po, nuk prezentën kur gjatë e rejtë